Gjithë votuesit e sotëm të LDK-s, kokën lartë, ju dua, shkruan Lushaku, e pas kanë me dashuri të gjithë sot, edhe Kurti në një mesazh para mbylljes së qendrave të votimit, kishte zgjedhur pikërisht ju dua. Të gjithë ju duan. Kjo Donjës Lushaku tingëllon si dorëzim, pra, si pranim i asaj që absolutisht është një rezultat katastrofal i LDK-s dhe historikisht Esmeralda, LDK-ja nuk i fiton zgjedhjet në Kosovë që prej vitit 2004, kur Ibrahim Rugova ishte gjallë. Pra, LDK-ja kur nuk i ka fituar zgjedhjet që prej vitit 2004, që prej vitit 2007 kur i fitonte PDK-ja në secilin proces zgjedhor ka dalë ose dyta ose treta. Faleminderit shumë Xhemal për gjithë analizën e këtij rezultati, në fakt bazuar në exit poll-e, pasi unë besoj që rreth mesnatës do të kemi dhe rezultatin përfundimtar, ndoshta edhe deklaratat e para për të kuptuar më mirë se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Të falenderoj shumë, ndërkohë që duket se tek vetëvendosja dhe PDK-ja ka nisur festa me fishek zjarre dhe me parudha të ndryshme. Janë këto pamje që vinë në këtë momente nga Kosova. Fishek zjarre tek Partia Demokratike e Kosovës, ndërkohë që tek vetëvendosje kanë parudha e treta e vërteta, sipas tyre, duke ju referuar pra zgjedhjeve të mbajtura ditën e sotme. Ndërkohë që ne jemi fokusuar tek zgjedhjet në Kosovë, duket se pjesa më e madhe e botës perëndimore është përqendruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka nisur ndërkohë takimi mes presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Janë këto pamje të vetëm pak çasteve më parë, ku presidenti Trump dhe presidenti Zelensky u përshëndetën me njëri tjetrin jashtë rezidencës së Trump në Mar-a-Lago përpara bisedimeve që po zhvillohen në këto momente mes dy udhëheqësve. Ata janë përgjigjur edhe disa pyetjeve të gazetarëve. Presidenti Donald Trump ka theksuar se gatishmëria për një marrëveshje është po si nga Rusia ashtu edhe nga Ukraina, ata janë serioz për vendosjen e paqes së qëndrueshme, ndërsa vetë Zelensky tha se takimi sotëm ka të bëjë me mënyrën e çuarjes përpara të planit 20 pikësh, duke shtuar se mundësia e lëshimeve territoriale do të diskutohet në këtë takim, pra është pika e nxehtë në të gjithë atë se si do duket marrëveshja e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, pra çështja e territoreve të pretenduara nga ana e Moskës. Ndërkohë, presidenti Trump dhe Zelensky ndodhen në këtë takim. Më herët presidenti Donald Trump ka bërë të ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, një bisedë e cila është zhvilluar përpara se zoti